أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mbaruam dersin e Shifaj Sherifit, faktikisht dersin te Shifaj Sherifi, lidhje me Isran dhe Mirajin. Dhe tema e fundit ishte në lidhje me se si komunikoi aty pejgamberi alayhi salatu wassalam me Zotin Gjelle Gjelaluhu. Kalun disa mendime, inshallah ti dëgjojmë ato me vëmendjen, me kujdes, se feja islame kërkon pak rinë të jesh i përgatitur pa ma për ngjush derse. E vërtet gjema kështu, elhamdulillah ne u bë disa vite që mbajmë këto derse. Nëse do bëjmë muhabet, hajde, mund të dilni të lirë jeni, gjemtri, dilni, shëtitni, knaquni. Doni para përgatitje, më thënë, disa vite, tjetë ambienti serios, mos qese dhe kush telefon, më bëhe muhabet, tamam. Që mapat kuptohet dersi, se mes u kuptohet gjema, një keq kuptim nga dersi i kaluar, nëse ka ndodh, e në une e hangra, e në ju e hangrat. Unë pse u bona sebeb, pse s'ta kam sqaru si duhet, ti pse ke keq kuptuar, po? U afru pejgamberi me Gjibrilin, me Zotin, si foli, çka foli. Ato inshallah mo me një akidet pastër, komplet me një tenzih të bukur, inshallah di besojmë. E tash vazhdojmë prap tema e librit zotën është me vlerat dhe virtytet që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka, mirë po, tash me një aspekt tjetër, ditën e gjykimit. Në botën tjetër, kur do ngjallemi dhe do dalim, a jemi të gatshëm o xhamat? A jemi të gatshëm do vdesim dhe do ringjallemi për me dhënë hesab për çdo gjunafe që i bëjmë këtë dinjë. Për gjithë të mira që ne ka falë Allahu i harxojmë kot. Allah i shëndet na ka dhënë, nuk e shfrytëzojmë. Çdo ditë ka një fridolle pim. Çdo ditë ka një analgin, ka një veshtash, ku e di çka, gjithë bëhet hali o xhema. Allahu shëndet na ka dhënë, vajxhip e kemi ta rujmë shëndetin. Vajxhip është si salati vitrin që do e falim pastaj, vajxhip është me rujt shëndetin. Dhomët në hall, troshka, një karamele shtish në gojë, di blomba pajkën. Ma kujto mos qeshi shumë sot se, ja. Nalë tu e përgatit dersin. Kush i kish lënë atë karamelet? Ma boni sherrin. Thash mo ka dëni lejthi aty, krëp! Me gjerën blomba që më ka. Ma di s'ka dalë dhami komplet. Po hoxhos ka mbet dham mo, ja. Kit blomba. Allah i na rujt shëndetin. E në dhamve, e në të syve, e në kit trupit. Amin. E tash dhe flasim për atë veçori, atë nder që e ka atë e përsi pejgamberi alayhi salatu wasalam ditën e kiametit, kur do ngjallemi në botën tjetër. Dhe fillon hadithi i parë nga Enesi radiallahu ta'ala anhu. Ka thënë, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ene awwalu nasi khurujan idha bu'ithu. Unë do jem njeri i parë në aspekt të dalmes, do me thënë në aspekt të ringjalljes, idha bu'ithu, kur do të ringjallen njerëzit. Wa ana khatibuhum idha wafadu. Dhe unë do jem khatib. Khatib do thot ai që e merr fjalën, ai që të mbaje fjalim, orator, kur idha wafadu, kur do paraqiten, kur do mblidhen aty njerëzit. Pita Ademi alayhis salam deri te i fundit. As kush dhe merr guximin të flase, veç pejgamberi alayhis salatu wasalam. Nuk është askundi krahasimi, ama kemi bodën i bela, e ne hyn tash kujdestari i klasës, or klase ditën e hënë sabah. Si u traukshim, apo e dim se kit jemi ortak në atë problem që është bo. Ai që nuk ka përzi, e ngrit të gishtin, profesor, mund është të fole, apo? E din soja. Pejgamberi alayhis salatu wasalam. E çojmë vend detyrën, e boni ali si duhet, për çata ide marrë fjalimin botën tjetër.
E din edhe vlerën që e ka te Allahu xhelle xhelaluhu, e din se Allahu ja ka dhënë atë shefat për të mirën tonë merr fjalimin, ha. Se moti do kish ku në xhennet. Nuk do kish drip hiç nga miraxhi bile. Për të mirën tonë erdh këtu i duroj çishit xhahilash ajë myshrik të poshtër të Mekës. Ene khatibu mi dha wefedu, unë dhe jem aj që dhe mbaj fjalimin aty, kur dhe të bojnë kitë njerëzit. Ene mu beshiruhum, unë dhe jem edhe përgëzuesi atyne, i dha e Isu, kur dhe i humbin shpresat, kur dhe dëshpërohen. Këtu e ka fjallën, mu beshir, do me thamë përgëzues për ne muslimant. Mirë po, pse dhe dëshpërohemi neve, kur dhe e shojmë se fat gjunafe kemi ba, kur dhe e shojmë se një vepër e vogël bire sa seriozisht merret në llogari, di hupim shpresat o xhema. E thuj me hangrëm. Shkuam ne. Unë mendojsha se i fola mbas shpinës quhet kur xhove kjo. Ajo kitë se vapet ti ka zhduk. Kitë se vapet ti ka zhduk. Akshamin e fal e shkoj, po e kisha fal, ani ta ka qujt Zoti vet pse e ke fal. Nuk dhe të dënoje pse nuk e ke fal. Se e ke fal. E dëni shpërblim për akshamit, jo se i fole mbas shpinë. I folem mbas shpinë ati që atë në qosht të xhamia rrin kok dobi as për shoqërinë, as për njerëzimin. Po hoxhës po i folem mbas shpinë. Hoxhës po i folem. Si thoshte Hoxha Shaban Tahiri, ka botu një libër të ri, interesoni merrnja. Hoxha Shaban është hoxh vërtet hakikat dhe kam dost. Jo se kam dost është hakikat, se është hakikat e kam dost. Ta bëjmë këtë dallim. Allah i shpërblef për mundin që e bon. Si na tha gjen Shkup kur ishim, interesant populli jon, xhamati jon. 5 vakët në ditë i lidhet, 50 vakte i bon gëjbet. Barem e kundërta tishte, adim 50 herë tishe lidh, nja 5 herë kishe gabu ke fol mas shpine. Te ne e kundërta. 5 herë i lidhet imamit, 50 herë i flet mas shpine. E ne dalish në botën qetër do dëshpërohemi. Të gjunafet e din, bile do ulema ashtu ka i thanë. A e dini cilat në qohen gjunafet mëdhaja, ato që i konsiderojmë këtë dynja të vogla. A bese gjinah i vogla. Gjunaf është o gjema. E barem besojnë kështu. E tahrimen me kruhet janë gjunaf. Tahrimen me kruhet është gjunah. E nuk mund të thosë një hoq mund të bëjsh. A kupton? Për qatë, se cëllën herë që dhe e shkelish me kam, bone atë njetë se, ja rabi falem me këtë pustë të halasën e lash. A këshu atë ta kalin një hoxha, a e përdorish hoxha. Nëse, ka edhe hoxhalar që e përdorin si une që bëj gabime plot njetë, ende një hoq, i kam betë si ves, në nëshmime s'ka, përgojime s'ka, tamam. A i tash mona shkoja akshami këtë. A, hoxha si e pajte cigare, nej. Ma pa i hynë dërhak edhe komplet një komuniteti këtu që jeton. E pajte cigaren si gjë pika. I hynë ndërhak me miliona. Pse ju ofendove. S'ka në faj, Allah i ka kriju ashtu. A e përdorim në të tof e pajte cigaren si. E me thanë dëkush e pajte cigaren si shqiptar. A dhe të vejte, nejse ne dhe mishim krenariat si shqiptar e pajte cigaren. Do me thanë, kur dhe humbin shpresat për asaj, shiddetul wehl, heul, i thunë heul, frik të merit math që dhe shohim botën qëtër. Ja Rabbi në bëj kolaj, ja Rabbi në bëj kolaj, ja Rabbi në bëj kolaj. Liwaul hamdi bijedi, atë dit, kur vetëm unë dhe mund të flasë, e në kitë njerëzit janë të dëshpruar, unë dhe i përgëzoj ato, rira hato lor se tim ke besu mu, ti hecen hapat tona, te hlisunet vel gjematit, ti nuk do të preke zjarë i gjennemit, a mund e paramendoni qëfar myshde mund tjeta jo, liwaul hamdi bijedi dhe unë do të kem në dorën time, liwa, flamurin e hamdit, e lavdrimit, e nderit. Kanë thanë ulemat pse? Se kitë pejgamberët e parë, bile kitë ummetet musliman që kanë qenë, kitë e kanë lavdru pejgamberin a.s. Edhe emrin e ka ashtu, Muhammed, i lavdruari, tepër edhe ati lavdruar. Shif, Mahmud është ai që lavdruat, i lavdruar. Themi e lavdrim hoxhën ton të dashur, ene e ka emrin Mulla Mahmud Efendia, apo Mahmud i lavdruar, Muhammed shumë i lavdruar. E ai pse e ka atë flamur, liwaul hamd, flamuri lëvdatës, flamuri lavdrimit. Hamd i vjen kjo. Pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe ai. Pra dhe ket flamurin në dorë. Dhe ulemat kanë folë. Çka është liwa, çka është raje? Se në raje i thonë, në liva i thonë.
Ka i thënë ajo që është më e gjatë i thonë liwa, ajo që është 4 qysheli 4 orë është raje, po ka edhe mendime tjera. Dhe kanë folë ulemat, sidomos Molla Ali El-Qari, pak për vlerën e flamurit. Interesant. Ka vlerë flamuri, o gjema. Se ushtria islame, apo ushtria tjetër, i ka dhënë njënit detyr ti derush flamurin. Flamuri është një alamet se ku është ai joti. Helbet pun gatru hesapin luft, aha që këndej jemi neve. Nëse e shoj sa jo ka ra, hikpi aty mose, vdiqe. Do me thënë, ka ra ushtria jote. E tash neve në botën tjetër, gjithat panik, gjithat çmerr, do dëgjojmë lloj-lloj pisklimash o xhamat. Lloj-lloj pisklimash do dëgjojmë. Vajtimesh, e tremash, pejgamberi si thot sallallahu alaihi wasallam, gjersa deri në hund na vije. Nga stresi i madh, kur dëshojsh aty flamuri i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Më si njerëzit që afrohen te komandanti, taj që e mban flamurin e ushtrisë, çashtu edhe neve në botën tjetër, do afrohemi inshallah te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama si tham paska vlerë kjo. E tash me që flasim kështu, adin ders mbajmë edhe nuk i referohemi çdo herë çitapit, po doni herë unë shtoj, doni koment, doni muhabet, doni send. Dhe shpreh ato une që këtë si dush pranoj, si dush mos e pranoj. Deri tash që tham, more kjeti pranoj se kalon në hadith. Ulemat nëse kanë thënë po flamuri ka vlerë se është një alamet që të dallon prej asaj dhe kësaj, do me tham pas ka vlerë. E unë personalisht, ani se dukem kështu, ani se dukem se jam gjali Fati Sultan Mehmedit, elhamdulillah që dukem ashtu, se ai është duk si me qenë gjali i dëni Abbasiu, ai qetri o duk sikur ka qenë gjali i dëni Emeviu si me kanë gjali Hazreti Osmanit, Hazreti Osmanit si me kanë gjali dhëndri pejgamberit. Se dukemi si fëmijë, si nip i dëni Osmanlije kështu, turk, nuk është turk, musliman është o ti. Unë e si kjo tip, e kom qif shumë flamurin. Nëse e keni vëret e në zyrë, e në rap, plisin me atë flamurin bad, e mbaj, si i sharet, këtë e kalzoj kështu si dost, me zhlis i shokve, dostav. Ai që e ndjem veten shqiptar, ne ta mbajnë një alamet të tillë, sidomos këtë vend këtu. Vetëm me një kusht, ju zatën e dinjat, modala, jo para pejgamberit alayhis salam pik. Atër s'ka asnjë gjunaf. Se e kom nuhat këtë të ne musliman pak, fillojmë 5 vakët namaz, na kap një damar, kinse, edin, duhet komplet të alash këtë qetër në moselin o loqk. Allah i qashtu të ka fal, e nuk o gjuna me dashtat të tënden. Që do të thot? Martohesh. Qite balkon, apo, që ka që? 4 metra, 5 metra. Si dush 4 qyshelis, si dush drejt këndësh, si dush liva, si dush raje. Arabisht i mësojmë do fjallë, apo. Ama, mos lisho muzik. Am kupton? Neve të dhja t'i bëjmë. E mendojmë se, kur dhe qes këtë, mora në qitelia në muzik. Jo, lor. Kjo është qetërse, kjo ka vend. Deri sa s'ka dhe një simbol antifetar, dhe një kryq, dhe një se, elhamdulillah. Ajo simbolizon diçka. Varet tej si e shohësh. Unë e shoh si Adem Jashari e në pikë. Tamam, këtë nuk e thom me çtajrme. Barem ju që rini me mu, e dini unë si i kom bindjet, këtë e thom me gjithë përgjithësi. Çem kloshtat aty mbas, blinja ka një plis, ndonjë janë rap aty. Ama edhe të pasqyri aty dhe një Kur'an, dhe një pal tespaj, apo duket se jemi musliman. Qerët shif si e mbajnë kryqin aty. Kryqin e mbajnë. Tash është bo mote e mbajnë flamurin e policisë. Së në ngucishat vetur, apo. Ta ka parkir para dyqanit, shkësh t'ja ngrish ato brisaqet, apo me nervos, ose t'ja shpëjsh gumat, kur e shojsh begji policisë. Pas ka vler flamuri, apo. Tamam. Edhe një tem tash hoxha pse hyne këtu, dhe hy për që këtë, se ka edhe gjimtëri, e në unë e kom qenë hoxha i atyne, tash që i kanë bo ka 18-19 vjetë, dhe nise prap Shkëndia dhe luje futbal, tash duket ka hipen ekipa qetër likt parë, te teksi Maqedon, a ka hip një këtë parë, shtonë gjohë, anë likt, as ka hip, ku shumë flejt që ata. Nese, u bo muhabeti te tekst, vojvoda, komiti, ku e di shka, unë si di ato. Veç e di se që aty një 2-3 herë janë zanë gjem të rinj, këto flamurin e ekipës vete, shkën një avin X-in, flamurit tjetër, pala tjetër ven flamurit ton X-in, mund të shkaktohet kjo nesër mbas nesër, hoxha më folbe palnizje, po, nesër mbas nesër, dhe kushi mund të shfridzoj këtë me një të keq, nga trohemi këtë qyteti këtu.
Së ne durojmë atë. Bota njerëzore sot, kjo krizë ekonomike, kjo krizë shëndetësore, familjare, së ndurojmë një fesat kote kote për një futbol. Për qatë kien kujdes, pin futbol mund të cedë kundi qeter. Muhal me muhal, ma pa pal me pal, e ne të ngatrojmi, ketëve ma pa të në prishet qëtësia. Po hoxha, pse mi kalëzysh këto ne kina artë mubarek? Hoxha, jo të s'ka qenë i mubarek. E unë jam hoqë edhe për ato. Bile i kam pas fëmi, du të më dzana si kam pas si fëmi. Tash janë rrit, a kupton? E ne do bëjmë dhe një problem, do shkojmë dishajmë, Macedon të ande këndi, do shkaktojmë problemin. E qka dhe ndodhe? A i tu që i të gurd, ma thejë mu dyqanin. O kam gajlen e dyqanit, nuk e kom. Shaka bëj, po? E kom gajle se mund të në ngatrojnë kejtve. Dhe e kam një kujtim, viti, ku e disa, shkolle e mesme. Do ashtu më ka i thënë, hoxot ato kujtimet i kje më interesant se kitë derse. Medresanti nuk i ka këto kujtime. I këshim pjore, ku e di qka shkëndia, shampion, ande këndi, nesë. Thënë, ambienti familjar, unë si jom rrit, nuk jom i atin e punve që thejt, bëj, të shaj, e këshu me rrath. Mirë po, kur je në atë ambient, duhet e në tej, të bëhesh. Hikshim pjore, ku e di qka shkojmë, prindet mu më kanë eduku shumë mirë, unë isha gjali urt i sjellë shumë. Ama shef, shkoj futbal shikoj, ani be babi shkoj, po futbal, shkojmë. Se di me kë, plot, edhe sot e kësaj ditë ndodhin dhe një, plot policëve, të urat policëve sen. Këto tonit disa ishin pi, e ne ka up njeri kontrolin, e ne me policin gucet tash. Ua, nuk o kujdestari klasës. Policë është ki policë. Kujdestari jonë kishte ka ish. Ka ishi 2-3 orë, diqte ma pa kalonte. Pendrek ka ki njeri, pishtol ka. E ne, fajt me policin. E po tash a i. Boli ka gajlet e veta, streset e veta, për fmi ka 7-18 vjetë, se ka borsh të duroje, si ta nxeri pendrekun, veç e mbaj mend si e kom garen qatë rrugë, pike stadioni për ka gjëmëja të abhanës. Për qatë kemi kujdes, ato që kanë fmi ka 15-16 vjetë, është aje emocioni, apo dë bëmi balist, a shkëndia dë bërtasim, dhe i hargjën telat e zërit kote kote, ma pas dë kjen zanë të lezojnë kuran. Dersin së ne qitë të ka shkun, në stadion ka pisklu. 2 herë dhe japish hesap. E ne pse ke shajta gjenë gjyna ke hy, e ne një metin që ta ka falë Allah e ke argju kuat. Ti duhet të argjësh në ezan, kuran, tamam, në mësime. Banu gjali urt, kur di bësh 30 e kusur vjet, mirë që e kam gjunë nanën, babën e në hoxën, dhe thush. Ata shën, këto mosha, hoxha do në të mbuje mu frejga ves. Nuk frejga ves, banu gjali menshëm. E ne prindet, ne që kemi fmi, ama s'kemi fmi në që ato mosha, duhet kemi shumë kujdes. Shkon stadion, me kë shkon stadion? Pritbe, qka dhe boje ky? Shkon shkup, shikon futbal. E shkon, ama ma pa vjen me sytë morë. Kujdes pak. Që e për para e kom. Do me thënë, kite e pas kemi një kujtim të tilë, që do thot që ka një problem që eksiston. E në kapin ato ndjenja kombëtare, patriotike. Në, shkote i qindim fale. Futbalin shikoj për qif. Mos hynë fesat për as i pun të kota. E nuk është ai flamur që është ky flamur, tama? Ajo flamur qeter. Mirë. Vazhdojmë tash me dersin. Uen ekremu veledi Ademe, ala rabbi wala fakhra. Dhe unë jam njeri u më i ndershëm, do me thanë, pe bive të Ademit, jerhamuke Allah, pe bive të Ademit jam më i ndershmit e Zotim, wala fakhra, dhe këtë nuk e thom për krenari, nuk e thom këtë për qibër, pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe me helbete, mo ju shku e ndërmend diçka e keqe, se neve e kemi të ditur nga Kurani dhe nga Suneti, nuk bën me lavdru veten, këtë nuk e thon për me lavdru veten, po e përmendi si një nimet që ma ka falë Allah. Ulemat ashtu kanë thonë. Nëse ki e njetin, ta shprehesh atë mirësi, lavdroj veturën tënde, au çfarë rabe kom, nimeti Allahut është. E shqyqyr Allahut, Allah ma ka falë këtë aftësi, dita bëj këtë punë, përmende këtë. Nimeti Allahut është, ama ta kiesh me gjithë bindje se është nimeti Allahut, jo nga une. Zatën e ditë diktohet ajo. Kur e bësh une, me një reflekton keq të e përpara, nuk e pranon. Sa i përpara nëse e ka njetin e pastër, ai njeti i pastër është një filter. Veç njeti i pastër do vije këtu. Nëse e ngjysh me sinqeritet. Nëse nuk e ngjysh me sinqeritet,
e në të pastrën me e qitaj për para, prap dja komentojsh, mbrapsht. Për qatë pejgamberi islam, wala fakhra, këtë mos ma mirëni për qibër, kështu. Mos ma mirëni për krye lartësi. Në një rivajet tjetër, kalon edhe do shprehje tjera, për shembull, thot, unë jam njeriu i parë që do ringjallem botën tjetër, dhe unë do jem mbikëqyrësi i njerëzve, pra kur do mblidhen aty, që unë do jem ai që do mbaj fjalimin kur do heshtin njerëzit, dhe unë do jem ai që do u bëj shefaat atyne kur së ndëlëvizin. Së ndëlëvizin, Allah nuk do bëj nasip njerëzve një hap ta bëjnë pa ndërhyrë njerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shefi', ai shefaatçia jon. Unë do jem mubeshiruhum, përgëzuesi, i dha ublisu. Tash, pse mbajmë dersin shqip, parës kaloj, kur do dëshprohen, e jisu. Tash një shprehje tjetër është, e ka kuptimin e njëjtë, ublisu. Prap kur di humbin shpresat, kur do dëshprohen. Teto varçe kur do razoqaren. Gjitha to vite i harxova kot në dynja. Qesh që tisha përgatit. Hoxha em ashtu thot, shembulli i njerit është si një gurbetçar. Shkon atje, i shkojnë mirë punët, fiton edhe duhet kthehet familjes t'jape, në vendin e duhur t'i harxojë ato. Mashtrohet atje në i harxon atje. Kur vjen këtu, fëmijët i kanë hap durët, hajde babi, çka të na bëhesh? Kur gja. Tamam. Qashtu mund të na ndodhe edhe neve në botën tjetër. Ne këtu jemi në gurbet. Fitum çka fitum me çe këto sevape, di shohim hajrin botën tjetër, di shohim hajrin. I harxhum këtu këtë kot, do të dëshprohemi, ublisu do të bëhemi. Dhe Molla Aliul Qari thot, pe këtu vjen edhe rënja e fjalës iblis, dyshmani duhet ta njohëm. Nëse unë për herë të parë ose të dytë vetëm merr, më duket që këtë e kom lexuar dhe kundi, besoj se juve për herë të parë do t'ju ndodhe. Si e ka emrin shejtani? Si e ka emrin shejtani? Bëjmë muhabet, nuk u sprovoj. Iblis. Nuk e ka emrin iblis. Do me thënë, si pas këti komentimi kështu, iblis është një cilësi, tipar. Do me thënë, besimi është hoxha, po. Ku shoh besimi? Hoxha. Ama nuk e kom emrin hoxh, e kom emrin besim, apo. Edhe kjo iblis është një tipar, ai që është i dëshpëruar, ai që është i humbur me shpresat të rahmeti i Allahut. Ai që ka i shkput këtë shpresat të Allahu xhelle xhelalu. Iblis që kjo i vjen. Iblis, ifrit, ifil babi, forma. Pi formës gramatikore kuptojmë. Ai që i ka humb komplet shpresat. Iblis. Kjo është tipar, sifat, mbiemër. Po emrin si e ka? Emrin e ka Azazil. Shejtani halis emrin e ka Azazil. Banjament, dyshmani duhet me adit emrin, apo? 19 që në parë, kita ti tjetrit ja dish, apo? Barcelona, Real. Duhet ta dish, a që do të sulmoje, kose ta i da e mbrojsh. Ama me ment ashtu, adin, beki gjath duhet sonte të naluje mirë, se duhet ta ruje dyshmanin, apo? Azazil, do kemi kujdes pi Azazilit. Allahu e malkoft, Allahu na rujt nga trikat e ati. Liwaul keremi bjedi, që këtu kalon flamuri i nderit, jo i hamdit, po i keremit. Wa ne kremu velidi Adem al Arabi wala fakhr, që unë jam njeri më i ndershëm, dhe nuk e them këtë për çibër. Ja dhe një shprehje tepër këtu. Wa yatufu alayya 1000 khadimin. Rreth meje do rrotullohen 1000 hizmeqar të xhennetit. Kennehum lu'lu'un meknun, sikur të jenë margaritar të ruajtur që si ka prek askushi, si ka përdor askushi si hizmeqar, vetëm për mua, djem të ri, hizmeqar të xhennetit. Hizmeqar të xhennetit. A patët dhe një problem t'i besojnë i kësaj? Jo se neve edhe njetët e përditshme. Deri më herët, pleq dhe edin më mirë, jo se unë jam plak, po çka na kanë tregu, punëtorve u kanë thënë hizmeqar. E kom këtë hizmeqar, nuk e ka thënë punëtor, se e bën hizmetin dyqanit. Nuk ka kur gjatë keqe për me, keq kuptu. Amaj që donë ta keq kuptoje, që thash parës, njetin që e ka të keq, ojnë me Allahun xhelle xhelalu i keq kupton fjalët. Lexon Kur'an e keq kupton, e ne komenton keq. Tash do nxefe tema dhe hek xhybe. Dhe çuditeni, o gjema, dhe çuditeni. Vetëm vajnë bare se e ngjon edhe nëna ime, tezja, hala e kështu me radh. E në tujt. E në gratë e ngjojnë këtë ders vajnë bare pi atyne si të shprehe. Tash, hizmeqare xhenneti.
Gjinin femrore, a ka? Ka. I themi neve hurije, apo? Dhe ka. Dhe ato dhe jenë hizmeqare. Dhe dhe bëjnë do shërbime. Tamam. Dhe më thënë dhe bëjt edhe i shërbim që bëjt mes burit edhe gruas. Ama ti kur e thush këtë hizmeqar xheneti mashkull, po duhet ti jesh vetëm pi atyne, pa ta keq kuptojsh kështu. Nëna mos qeshni. Profesori tefsirit është njeri. Ikin në Amerikë. Ikun në Amerikë. Do me thënë, komenton Kuranin për me të deviju ty, atë qufër, atë shirkë që e kam brenda, të përlyu edhe ty me atë. I thot, nëse di besojmë këshu, kësaj, atër duhet kitë jemi, ku e di qka, në botën qetër. Stakfirullah. Hizmeqar, oti hizmeqar, dhe të mbushen i qaj. Mund keq kuptojnë i shtaj. Punëtorët, përgjij përdorim neve, për të nasos punët në dyqan, jo dhe një punë qetër. Kësha ve kupton njeri. Se mendoni dyherë kur të mirë një punëtor në vendet e punës. Hoxho lipi punë. Profesori tefsirit, së në të i bëjmë këtë muhabet e rahat dërmjet vitit tash. Deri sa të haruat kjo ders. Ama qashtu është gjema. Nëse nuk e mësojmë mirë dinin ton, shife, dritë e bonat krasim nëse hyriet ashtu, atër e në këto këshu, atër duhet bëhemi ku e diçka në botën qetër, estakfirullah. Her pas here du përmendi kësi gjëra që t'jemi të gatshëm se mund vije edhe këtu, ki mendim, kjo rrymë, hoxhallarët tonë, në filim të viteve 1900, folshin se dëvejnë që të nashajnë e vlijat, dëvejnë që të nashajnë e Buhanifen, dëvejnë që të nashajnë Imam Maturidin. Në për libra janë bë luftrat në dhaja me laps. Para 200 kusur vjetë edhe me pushka janë bë, me shpata janë bë ato luftra. Ama erdhën. Pa qatë nëse thot hoxha rruju se dëveje. Jo se e dim gajbin, e dim të ardhmen. Po mund ta lexojmë situatën me atë që na ka falë Allah. Dëveje, bile është prezente, ama nuk dalin hala. E ne duhet jemi si të ato lojnat, e dini ka të lojnat për fëmijët. E shtish një zheton, e ne del bret koca me çekiç. Sa çet kraje ting mbi kokë. Mos çitza. Duhet neve të jemi të gatshëm për këto gjëra. Sidomos ne hoxhallarët. Gjova me një xhami foli keq për haxhin, për ihramin, ting mbi kokë aty, çafir mos fol. A mësimin atë vedije ne? Jo. Shkoj dini Allahit për i dore na shkoj vallaj. E në tukon neve gjallë shkon, neve vonë s'na bëhet. Vonë nuk na bëhet. Allah ja rabi na uzon, na i hapsyt, më falni pak shumë, tema ishte ashtu. Nuk e kom marrë as një shënim. Tu e lexu që këtu, tak. Se kur e fale akshamin, qatë lutja e bona Allahut. Ja rabi, nuk di unë e mirë të mbaj ders. Çka duhet flas, qatë më bëj ilham. Qatë më kujto, ta thomat. Më duket çajo ishte. Nga Ebu Hurera radiallahu ta'ala anhu vjen një rivajet tjetër. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, uksa hulleten min hulelil gjenne, mua do të më veshet një petk nga petkat e gjennetit, do me thanë një gjybe të bukur. Thumë me kumu an jeminil arsh, pastaj do të shohim nga e gjatha e arshit, sigurisht që nuk është kështu me distancë, me pozit. Kjo e gjatha arabisht përdoret dë njerë për pozit të çmuar, do me thanë nga një pozit shumë e lartë të arshi aty. Lese ahadun min el halajk yekumu dhalika el meqam ghairi. As kush së ndëqëndrojnë këtë mekam, këtë pozit, përveç meje. Do me thanë, botën qetër, pejgamberi a.s. do daloje shumë. Aty nuk dhe jene Ebu Xehlat prezent. Hazreti Ibrahimi aty prezent. Hazreti Ismaili aty, pejgamberi a.s. mi pozit të veçantë. Një hadith tjetër, Ebu Said el-Khudri, radiallahu anhu, thot, tha pejgamberi a.s. Ene sejidu veledi Ademe jaume l'qiyame. Unë jam efendia, zotria e kitë njerëzve ditën e gjykimit. Zotri, efendi, dhe në dorën time do jetë flamuri i hamdit, dhe këtë nuk e thonë për qibër. Dhe atë ditë, as një pejgamber, qoftë Ademi a.s. e të poshtë, e këtë pejgamberët të gjithë, as një nisë ndjetë në nivel me mua, gjithë do të jenë ndër flamurin tim, dhe une, dhe unë do të jem ai që për të cilin do të hapet toka për spari herë dhe unë do të rimgjallem botën qetër. Dhe këtë nuk e thon për qibër. Ebu Hurera radiallahu anhu po ashtu transmeton. Pejgamberi ka thënë, unë jam efendia i njerëzve botën qetër
dhe unë dhe jemi i pari që dhe më hapet vari, unë dhe jemi i pari që dhe ndërmjetësoj dhe i pari që dhe më pranohet ndërmjetësimi. Pse u shpreh kështu pejgamberi alayhis salam? Ai që ndërmjetëson i pari, kuptohet se i pari, jo nuk kuptohet. Dënjerë mund bëhen araxhi 2-3 veta, vetëm njënit t'i pranohet. Themi se hala jo të shkoj e para të ajo familje araxhi, apo shkuese, ta lipe atë vajzë. E para shkoj, ndoshta nuk ju pranu. Shkoj e dita tezja, shkoj gruaja e mixhës, te gruaja e mixhës ju pranu. Thënë mund, jo çdo eri i pari ti pranohet. A gjina si të sheshën inshallah, drejt gruan e mixhës sonte. Allah im duket ma qëtë një isharet në ders. Allahu va boft nasib ka një kismet të khajrit, o loqka. E në va boft kabul ndërmjetësimet. Atin e grave që dhe i qujni, ama vetëm ashtu. Vetë si të mundohesh dhe e zdrejt i shket. Vetë si të mundohesh dhe e knaq i shket. Pse hoxha una e knaqja? Letash, nuk e ke dit. Nuk e ke dit. Këto punë bëhen me shkues. Hala, tezja, motra, hoxha, gruja hoxhës, ku e di kushi. Rethi. Jo direkt kontakt të rinjt apo të rejat. Si fola për ato me flamu i të bëjmë belaja, ma pa të në thinë dyqanet problem në qëllin, ma pa dëvesh të hoxha, hoxhës kimi muhabet hiq. O losh, ke nej zgabim. E ke nej zgabim. Hiq mo e vazhdojmë atë. A i vazhdojmë për një qajnë të folim. Këto tema kur qëllën, valla, nuk kthehet koncentrimi edhe njerë. Hala rinë aty ajo andra aty. Ibn Abbasi radiallahu anhu ma të regon, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë dhe jem mbajtës i ati flamurit të hamdit ditën e gjykimit, dhe këtë e thom la fakhra, pa qibër, pa mendje madhësi. Wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in. Unë dhe jem i pari që dë ndërmjetësoj dhe i pari që dë mpranohet ndërmjetësimi, wala fakhra. Dhe unë jam i pari që ju harriku halqat el gjenne, dhe jem i pari që dhe lëvizi unazën e portës e derës së xhennetit. Ajo që e bën tak, tak, tak. Dhe për mua do të hapet për spari her ajo derë. Dhe me mua bash do të hynë fukara ul mu'minin, fukarat e besimtarve. Fukara, fakir. Çka do kuptojmë për kësaj? A dhe lam halishu fukara, që ato që lipen në gjuma, ato nuk janë fukara, ato kanë më shumë pare se neve. Shteti unë ndihmon aty në zdi sa u jep rrogë, po, te kur e qësh gjallin të në shkollë, nuk jep pare, se e qësh në shkollë, a i kur e qonë, e ne merë pare, ose kur lindën fëmi merë pare, njënim kalzoj, s'ka lidhje, e ne del lipet. Biznis e kanë. Në gjuma, u e la fakhra tash dhe bëjmë, pa qibër, këtë si një nimet i Allah që më ka farë. Nes që i gjamit në bajsh derse, është vërtet në derë. Këtë këshau, nuk e thëmë për në gjuma, e kam thënë. Për jashtë 100 për atyne, lipsve. Kitë gjemati me ndonë se ose vap të japish aty në sadaka, që kishë që ju i tha, nga një liber, per Andorin Osmane që e shkujt, e tesa ul me lip. E në atë shtiresh se je fukarajnë e të lipish. Haram është. E tash unë e për njëse që jo haram, si mund të më qefi për juve? Atëra dhe kuptojmë këtë aspekt fukara, vetëm ato që janë halis fakir në aspekt material. Sigurisht që jo. Ka hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thënë, ka del fakru kufra, shif, e në nëshmon fukaralekin. E në keni kujdes, mos binin deregjet fukaralekit se fukara po u bone, po thuaj se dë bijesh në qufër. Zort është fukaraleki, Allah i mon as provoft as njoni, ama as njoni nuk është. As njoni edhe nuk është. E kuptoj për pantulleve që i keni vesh, apo, për majcave të bukra që i keni vesh. S'ka fukara këtu. Në mesin tonë, që i njofim në njëni qetërin, fukara nuk ka. Lukset neve së një mbrim, ajo ka. Tamam. Fukarat lukseve po, e në unë e jom aj, e në ju jeni këtë. Njavët 2-3 herë ham për jashtë buk. Kjo, për milion, për dëni agë, për dëni pash, para 200 vjetë ka konë ultra luks. Shikoj që një dokumentar, ku i ka shku ndërmen njerit bën dokumentar, palati i sultanit si është ngrof. Saklam struja i ka ardhë shumë, e ne i ka shku ndërmen, mbretrit, perandorët si e kanë dzef palatin. O gjema kanë bërdhejf, e ne thot shit një fotografi të perandorve, apo sultanve të perandorisë Osmane, kitë me do
palta trasha me qime, ndër një lek, një xhemper, një ku e diçka. Thon ftofët kanë qenë kitë dhoma qera, përveç një 2 dhomave që i kanë përdor. S'ka pas kësi kallë klimën me një sust u kall. Shtepe atë, se i thujnë poshtë me peleti ajo maqina e madhe, me një sust unë grof këtë shpia. Këshu luksi s'kajnë pat perandorët në atë e kemi. E tash dënjerë kur ngushtohemi pak, fukara, nëra fukara lejk. Nuk e ka për atë fukara lejk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po e ka fukara në aspekt, ja neve si jemi. Neve si jemi. Fakir, e pranojmë se gjitha punët jemi iftjashli, për gjitha punët jemi nevojtarë të Zotit Gjelle Gjelalu. Botën shpirtnore, fakir jemi, kok dinari s'kemi. Allah i pos në dha rejsk, kur gjo s'kemi. Allahu nëse së mjep tash mundësi të marë frym së në marë. Allahu nëse së mjep mundësi të lëvizi gojen, ders së në baj. Allah nëse nuk ma mundëson që këtë dorë të lëvizi, as një gjesë së në bëj. Akide është kjo, çështja e akides. Tamam, el fiel me al istita, dhe e lezojmë inshallah. Inshallah në dhe hipe niveli i dijes. E në këtë kujtohet se i rash, që këshu në një 2 pleç u zgjumë për i delë gjiponi be hoxha. Në gjuma, në hutbe, në qyrsi i poshtë. Se akidja jo në Ehli Sunnetit beson. Allahu ma kryon çdo moment që këtë takat. Edhe pse momente s'ka për Zotin. Vakti nuk kalon për Zotin, po sa herë që bëjmë në lëvizje, Allahu i kryon ato non-stop themi për këtë dynja. Tamam? E tash, as jemi nevojtar, as jemi fukara, të vetë së ne bësh. Ja qëfar fukaraje i e. Dorën së ne ngrejsh vetë, me krimin e Allahut. Për qatë duhet kemi kujdes ku i përdorim gjymtyrët, se Allahu non-stop në kryon. E ne detyrojsh vitin, bëjmë i rezil, edhe unë, edhe neve ketë, këto fuqi që ne i kryon Zoti që thash, fytin, zanin, telin e zërave, ta harxhim tu ja shajt sudijës, gruan ose gollmanit nanën. Po nuk shkon. Nuk shkon të japim hesab. E në maqedonisht ditë ta thon po më vjen bare. Ndërsa pasuria e vërtet, si vjen në hadith, është gine nefsi. Pasuria e nefsit, do thon shpirtin ta ki është pasur. Ta dish se këti ki e pi Allahut, këtë dinja, sa dush me lërë, po që, a për 100 euro dhe jes pa buki, jo, be Allah. Neve që këto sitnica që i themi neve në Tetov, dhe njerë në bëjnë rezil. Detajet vogla mbytemi. O, këtheja 100, shtojeni e në 20, e në thujim bylle e gojen, e në hajde, se nuk besish pa buk për 120 euro. Nejse. Vela, unë jam më i ndershmi të parve dhe të mbramve. Do me thënë, pite njeru i par, deri te njeriu i fundit. Dhe unë do jem me më shumë djeksa në botën tjetër, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po ashtu në një hadith nga Hazreti Enesi që transmetohet. Thot unë jam efendia i njerëzve ditën e gjykimit. Zotëria, efendia. A e dini këtë pse? Allahu Teala do t'i mbledh këtë njerëzit nga i pari deri te i fundit dhe këra hadith e shefa, ma pa kalon hadithi i shefatit. Cili ishte ai hadith, ditu boje këtë njerëzit Allahu Teala dhe këtë si dalgët e detit dëshpërndan gjast majt para mbas pi panikës madhe. Dhe dhe i gjenë pejgamberët. Dhe thënë, ja Adem, o Hazreti Adem, bëjëm shefat se ma fikon punët. E thëtë, nuk e di muat ma jape Allahu Teala. Qatë ma bëje kabullat. Se pejgamberët në përgjithsi, mund bëjnë shefat, mund dërmjetësojnë. Ama thot këtë madhen, të parën që dhe pranohet shefatul uzma që i thujnë, nuk e di adhe e munaj. Shkote Ibrahimi. Ibrahimi i qonë të Musa. Musa a.s. të Isa. Isa a.s. të Rasulullah s.a.s. Do shta dë njojnë nga trova radhitjen, dhe ma në fund pejgamberi a.s. do bjen sejdë, ja Rabbi, pejgamberi di thosë se sel tu'ta. Kërko, sa të duash dhe t'jap. Do me thanë, jo, vetë që këto shti në gjennet. Sa të duash dhe t'jap. Ja Rabbi, kush thot la ilaha illa Allah, hatriem shti në gjennet. Allahu ja pranoj o gjema. Ama ne duhet falim namaz. Duhet japim zeqat, duhet t'i ikim haramit. Pse? Mona pejke që kjo la ilaha illa Allah në fund. Se si të vazhdojmë këshu me gjunafe, mund t'na pejke. Profesor, ai sigurisht para 30 vjetë shumë ma pastor u ka besu ajeteve. Ama i ka hide kunda një krimb. Shajf ku devion njeri. Bien kontradikt me vetet e tyre. Kanë incizime këto para 20 vjetë derse si kanë bajt. I njëti person 98 në thonë, pse që ditën këta për Isën a.s. si mund të linde pa bab,
kur Allahu Teala Ademin e në pa nën e në pa bab e ka kriju. I njëti sot thot, ku mund të ketë një njeri pa bab? Edhe Ademi ka bab, jaman. I njëti njerot e nuk o tjetër. Ama shef ndroj. Allah ja Rabi na ruaj nga ndryshimi i akides. Amin. Ebu Hurera radiallahu anhu transmeton, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, atma an yakuna a'zama al-anbiya ajran yawm al-qiyamah. Shpresoj, nëse pejgamberi thot shpresoj, ta dini se 100% ashtu do ndodhe. Shpresoj që unë të jem pejgamberi me shpërblime më të mëdha në botën tjetër, edhe ashtu do jetë. Ai ishte pejgamberi më i madh këtë dynja, ai ishte pejgamberi me sheriatin më të madh në këtë dynja, me nurin më të madh në këtë dynja, dhe ai det edhe me shpërblimin më të madh në botën tjetër. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në një hadith tjetër, a nuk jeni razi që Hazreti Ibrahimi dhe Hazreti Isa të jenë mesin tuaj në botën tjetër? Do të thonë bashkë të jeni si ummet jem. Ja çfarë privilegji pejgamberi joni. Hazreti Ibrahimi është lut në fund të dalën i pejgamber nga pasardhësit e mi, ai e kalon Hazreti Ibrahimin, Hazreti Ibrahimi bëhet ndjekës i këtij. Kjo ma kujton hoxhën te Mahmud Efendi në Stamboll. Gjaliri, student, talebe, i sheriatit ka qenë, hoxha i vetë, që e mëson e bon hoxhë, pastaj kur e shef se shumë përparon, edhe ders kështu të sheriatit, po edhe i lidhet në aspekt shpirtënor të marrë dhe një nasihat, t'ja pastroj ato të këqijat që i kam brenda një njeri. Subhanallah. Subhanallah. Ma kjo kërkon t'jesh hakikat njeri. E shojë se heci talebja jotë. Heci. Ja qeli Allahu Teala udhët. Lidhjo atër ati. Qësi Hazreti Ibrahim. E pas e vladi jem. Stër, një pijem është. Lutja ime është ashtë dhe kaloje. Heci. Allahu Teala ja ngriti famën ati. Botën qetër dhe jetë bashkë me neve si umeti pejgamberit a.s. Sa i përket Hazreti Ibrahimit, tha, ai do thot botën qetër, ti e duaja ime dhe ti e nga pasardhësit e mi, të lutem pranom nga umeti jot. Ti e talebja jem, të lutem pranom si talebja jot. Kush e bën kët? Vesh një njeri hakikat, që Allahu ja çel zemrën dhe sytë e zemrës. Ndërsa Hazreti Isa, pse do jetë në aspektin, do thënë si neve ummet, në aspektin se gjithë pejgamberët janë vëllezër dhe janë vëllezër si bitë nënave të ndryshme të një babai. Gji kuptau kështu. Allat i thunë sa arabisht. Që edhe kam përkthy. Tash kur e kontrollova thash me qenë ta kisha fund klapa shumë mirë. Se kur thuish nënave të ndryshme një babai, o ti Hazreti Isa nuk ka baba. Apo? Këtë pejgamberët jemi vëllezër, i kemi nënat e ndryshme, një babai kemi. Çka do të thotë? Do të thonë kemi jetuar në kohra të ndryshme, kemi lind nga prindër të ndryshëm, një bab, do të thotë një kauze kemi sheriatin, islamin, tauhidin, ta sillim në rregullin toksor. Ah, sa qartë, e mbylla klapën, pik. Dhe mbasi Isa alayhis salam nuk do ketë pejgamber tjetër, pse s'kish pejgamber tjetër, ai konsiderohet vllau im dhe un jam njeriu më i afërm me Hazreti Isën se sa këtë tjerët. Atëherë neve që i besojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, automatikisht neve më afër Hazreti Isës se sa këtë tjerët që nuk i besojnë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tash ka dhe jade e merr fjalën pas këtyre haditheve dhe me këtë do ta mbarojmë inshallah. Thot kalun do shprehje këtu. Tha pejgamberi, unë jam efendia e gjithë njerëzve, zotria e këtë njerëzve ditën e gjykimit. Çka do të thot zotri, efendi, sejid, ma para pronari që ka pas sklever i ven, sejid, efendi. Pse tha vetëm ditën e gjykimit? Edhe në këtë botë ka qenë efendia e këtë njerëzimit. Tamam. Mirë po, do të na bëjë isharet pejgamberi alayhis salatu wasalam se ditën e gjykimit vetëm ai do të jetë efendia i vërtet, zotria i vërtet që do ketë ndikim dhe dhe mund bëje shefat në dërmjetësim dhe kush tjetër para ati nuk mund të dale. Njëci në këtë botë. Në këtë botë ashtu është. Njerëzit drejt këthen të dëni zotni, të dëni efendi, kur kënë dëni hal, dëni stres. Apo. I besojsh ati se nuk len loq, në me njerë mundohesh një medet për ati gjesh, qoftë materiale, qoftë shpirtnore. Te unë materiale, më falë një ama, unë e mund t'ju shof juve si efendi, ama për dëni këshilë. Urnoni lirisht, në ditë natës, në tretë natës, 4 sabajt, kur dojni, hoxho,
Tash, oni se ju thëmë, kur dojnë ju prapë, mos e reskirni se mund jenë ta qeli telefonin e në quditesh, a më hoxho të ndrejshë e folën ders. Po fjala vjen tash, kur të dojni, keni dhe një problem. Qilni me hoxalar, o gjema. Qilni me hoxalar njëherë, ma pa me nanën e me babën. Besomni. Bile, qilni me do hoxalar, ma pa me do hoxalar qjerë. Këtë, nuk e kam për në tetov, më keq kuptoj, dhe një hoxh qeter, dhe me këthash me besimin qil, me hoxalar qjerë. Jo. Kam pi përvojës time. 2 hoxalar qjerë u konsultova, kënë të më fejt, shko mbajte. Ta nëzisin atë urejtjat problem. E në taj mund nxjerrësh një rezultat gabueshëm për aty në këshillave, e në bëjsh dhe një gabim ta njetë. Ky qetri komplet tash duket. Lebe. A mo hoxho, më kanë guc, a be le, a be usos, a me lene, po prindve, a as prindve, ati qetri, as ati qetrit, ta më si pejgamberi a.s. Hoxhës tem, tu kallxu ders, e kom përmend, ai mas namazit sabajt, ditave della, kam bajt ders. Me thanë, xhamati, 100% i dhënët mas derseve. Flion gjumin, se mas sabajt ai gjumi bëhet i ëmbël. A be dhe shkoj da njëj hoqën e bejes. Ndoshta e në une dhe isha në ato mendime. Kur e pash bereqetin e hoxhës tem, se sa ndikoj kanë ato derse, me qene ne tam gjallim, inshallah një dit. Vejni kitë ju, këta unë e s'jom. Qa jo realiteti jonë. Hoxha e ka falë një mësak. Po tash gjema verë, së një zësh bez vetes. Qatë sot e kujtove. Derin gjuma, po thuaj se 12 saat namaz nuk falëm. Në 2:04 të kusur ishte i mësaku, temi nesër të i drekën, po se falem vakët. Po e falen një orë para i qindis. A mund të falish? Mund të falish. Temi në ora 3 gjys. I vajnë maj 12 saat hiq më i bishë sejdë Allahut. Nga një namaz të qetra. Pse e falim sabajnë dë njerë vaktin e parë. Këto kanë falë, e në namaz nate, e në sabajnë kanë dalë xhami, e në mas sabajt ders kanë gjumë. E po normal se dhe përhapet islami aty. E në të regoj njerë një letër hoxhës, në ders, si të ne që vishin atë të hatmeve. Dhe e qelë, hoxhë efendi të lutem lexoje, dhe ma jep një gjevap. Kom bo zina, du të mbëj një regjëm, të më ekzekutoni që të pastrojmë. E si është a i dënimi, sot mo s'ka shiriat, s'ka shtetë të islamit, pa të ekzekuton. Mahmut efendia e merat letër, haroje këtë muhabet, e ne fejtë në gjep. Nuk o mirë me ndejt shumë, si kur edhe je bo pishman të a i gjunafi. Kjo mund tjetë një kurthi shejtanit. Haroje atë muhabet mu. Haroje. Për që të them, keni kujdeset me qëfar hoxhallar. Tu të dhanë këshila, këshu dhe ta mgjale vezvesen ma shumë, edhe nëse s'ke i gjine, dhe të pidafe 100 i gjine. Po, dhe i thejrish i gjine të pi vezveseve. Ki qëti dhe s'ke, be kur gjë. Be lijem shilat muhabet. Ama i hoxha më ka thonë, dhe njerë hynë edhe në gjyna për të qëpëtu. Liebe sa i smerë vesh, atë do shte ka shush në gusht. Detyruemi ashtu dhe njerë të flasin. Be leja i nuk e din. Leba, se unë e ty të njofë ma mirë sa i hoxha që të njefë ty. A i mund tjetë shumë hoxha ma i mirë se unë. Hoxha filani më ka thonë, be leja, ku dina i leja. Hymë gjyna dhe njerë, për të shpëtu, o loqë, për të shpëtu. Në me thanë se i dësh ky, që njerëzit shkojnë dhe referohen të aji, kërkojnë dhe një medet apo dhe një qare të aji. Mirë po nuk do të thotë se në këtë dynja s'ka qenë. Një lloj si Allahu Teala që thotë për botën tjetër, limenil mulkul yawm. Kujt i takon mulki, prona sot, do me thënë ditën e gjykimit. Ne kitë dhe thujmë lillahi l-wahidil qahar. Pushteti, vetëm Allahu Teala i takon, që është el qahar, pushtuesi, qahar, dominuesi. Tamam? A dhe kuptojmë sikur në dynja s'ka qenë pushtues Allahu, dominues Allahu, pronar Allahu. Apo? Mirë po, në këtë dynja dhe kush pretendon, unë e kom, botën qetër dhe e shoj realitetin dhe heshte. Atëre dhe të pejgamberi. Shumë njerës pretendojnë këtë dynja se janë efendilere, zotnaje, pronare, sent, faktor, kur do dalin botën qetër, faktori vetëm që ka Rasulullah s.a.s. Dhe qetër kush, ai që i ka ndjek hapat e ati të dashurit sallallahu alaihi wasallam. Ja Rabi na bëjt hecin hapat e ati. Sa mundemi xhamat, ama besoj se mundemi shumë. Shumë ma tepër se tash që i ndjekim pejgamberin e Islam.
në çmo vitin. 15 vjeçari shif, shkon deri në një shtet tjetër për një dashni të futballit. Kush e di sa fëmijë të vegjël kanë shku deri në Amerikë për ta çollau në futball atje. Ha? Ne deri në mexhlise së ndëvim. Ne në xhami së dalim me xhamat, falim namaz. Shumë më tepër mund bëjmë. Veç o puna ta dumat pejgamber, të dashurohemi apo. Deri në sabadisht trisht I shkruash asaj. E ne të mban kompluk ajo. Vom. Po, te tu prejt ajo të kthej xhevap, ta di se 3-4 vetave qeru shkruan xhevap. Se hoxha u bone si ai hoxha në fejtë vesvese. Për çat konsulto me dani hoxh tjetër këtë punë të dashnis. Me mo, unë drejt iblis. Dëshproj me njerë. Këto punë të e di se janë punë shejtani, mos e le të ta stolise shejtani atë punë. Tamam. Le. Jo më tek dënisesh të këti. Tamam, derin sabah nëse këndet për tjerët, vallahi mund të rish në qiyam të I bëj ibadet Allahut, mund të rish të lexu Kur'an, mund të rish të bëj dhikr, e në do të vije shumë më këndshme dhe shumë më kënaqësi se këto punë të kota që I kena bën këtë dynja. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga Hazreti Enesi transmetohet, do të vi unë te dera e xhenetit ditën e gjykimit dhe do kërkoj të më hapet dera. Pe brenda do vjen I zë, do those khazini, do me thanë rojtari thuaj emnin I xhenetit. Si e kishte emnin? A bëj shejtani, rojtari I xhenetit. Ha? Si? Aha, Hazin është rojtar. No. Si e ka emnin, nuk kaloj. Hazini, rojtari, si e ka emnin? Bravo, mashallah. Kush jeti? Unë do të thom Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe do those rojtari I xhenetit, bike umirtu la eftahu li ahadin qablek. Shkak jot jam urdhëruar që mos t'i hapi këtë derë as kujt para teje. E si me ava, taj. Ku jeve ti ja Rasulallah deri sot? Po me ty jam urdhru ta hapi këtë derë I pari. Ndë njerë dhe hoxha ndjen këtë me taleben e vetë. Po ku jeve deri sot, unë për çkët jam bo hoxh, që këto libra ti lexoj me ju, që këto tema ti lexoj, usulu shashin ta lexoj. Apo? Do ndjenjat për afër ta bohen. Dhe në një hadith tjetër dhe me këtë mbarojmë, nga Abdullah ibn Amri, tregohet se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë: "Haudi mesiratu shehrin", bazeni jem, liçeni jem, thënë haudi Kautherit tim, botën tjetër do të jetë me një distancë si me hes një muaj. Wa zawayahu sawaun, dhe këndet, skajet, qoshet diket barabarta. Njëjtë, sa metra ndej, çka që dhe këndej, thënë jetë një bazen shumë I bukur. Shqiptari dhe pejtë e farë mermeri ka, po, shqiptari ashtu është, leti mermerin. Shife ta që ka kam brenda. Ma'uhu ebyad min el warik, ujtin e ka më të bardh se argjendi. Do rivajet e kalon se qumshti I bardh. Wa rihuhu atyab min el misk, erën e ka më të këndshme se parfemi se misku. Wa kizanuhu ke nujumi sema, gotat, enët me të cilat do të pim pe aty, janë si yjet e qiejve, shumë të bukura dhe dhe shkëlqen. E keni pa dë njerë, ato gotat kur I bie drita, ting, si shkëlqen. Te Tom I Jerry e kena pa, se kështu në shtëpi se kemi pa. Men sheribe minhu, lem jedhma ebeden, kush pin nga ajo, do me thënë nga haudi Kautheri, qof një glëng të vogël, edhe njerë ma nuk e shion etjen, ja Rabbi na bëj nasib, ja Rabbi na bëj nasib, ja Rabbi na bëj nasib. Dhe thot, pe aty, gjatësin e ka, sa nga Umani deri në Eile. Eile është një qytet në Jordani. Jesh khubu fihi miza bani minel gjenne. Dhe aty, nga gjenneti, taj bazeni im, taj liqeni im, haudi Kautheri im, nga gjenneti lëshohen 2 shtratna të lumenjve. Dhe kalon njëna pej altani, qetra pej argjendin. Do rivajt e qera kalon njëna pej qumshti, qetra pej mjalte. Dhe ka dhe do thujemnin edhe do rivajet e qera, nuk dhe zgjasim ma tepër, me këtë do të mbarojmë, po, ky rivajet ma kujton një ders që këshu, me ders e gjemat, me ders e njeri bëhet musliman, me ders e dashurohet e Rasulullah s.a.s. E ndë njerë unë e bojmë I dosadët, I mërzitëm, fanni, ama pse e kom atë ndishmërin dhe I derseve, se unë ja kom pa shumë khairin. Kur e kam dëgju që këtë,
kom qajte, atër më bona bje se unë mësti Rasulullah s.a.s. edhe njerë më nuk dëndalem. Deri ku të më qoja e. Maksimum, tërlek, mjekër, hoq, zeqat, umre, haq. Çka më ka thënë Rasulullah dhe? Aman këtë vakët, s'ka. Me këtë hadith vërtet mu hap zemra dhe shumë u dashura. Te haudi Keutheri thot pejgamberi alayhis salam do pres dhe ketëve do të jap nga këto qaset pe altani. Do të jap të pinë që më edhe njerë mos të eten. Mirë po të rritë e ummetit tim. Po hoxha unë dëvdes 95 vjeçar ndoshta. Kur ke qenë i ri, a i ke konsideru veten ummeti i këtij pejgamberi. Pra, a ke shku në xhami, a ke ardhur në derse, a e ke lodh zemrën me çështjet e pejgamberit alayhis salatu vesselam. A të ka interesu pejgamberi më shumë se ekipa e futbollit apo sa jo vajza. Ç'kjo kriter? Që të quhesh ummeti i pejgamberit kur dihesh edhe i ri. Përndryshe, bëhesh ummeti i pejgamberit 75 vjet. Në xhami, çile derën në dollapin, çdo derë që i flasim këto tema. Vendos ti a di thush hoxhës që kallzon beki pralla pi ati arabi, pse s'flet nga ky poeti jon shqiptar. A kështu do bëhesh në xhami oti në saf park ky njeri? Apo dihesh si neve me emocione, me dashni ndaj një lideri, e në ashtu mere, lider, prijës, imam e kam Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Thot të rritë e umetit tim, ato që i kanë bëj ibadet Zotit në rini, të ato dhe hek enën, dhe marrë me duart e mia do të vajap të pinë nga haudi Keutheri. Ja Rabbi na bëj nasib këtë skenta jetojmë. Ve akhiru da'wana enilhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allahumma salli